Po e shqyqyr që erdi momenti të rrëfem dhe unë. Ma bëni halal dashurniq, po ju kam zhgënjur. Ju kam zhgënjur thellë, ju kam mashtruar dhe kam bërë një krim të jashtëzakonshëm. Të jashtëzakonshëm, sepse ajo që bëra unë ju ka vrarë ëndrat. Ajo që bëra unë ju ka lënë pa shtëpi. Ju ka bërë që të sorollatën e botës dhe dikni nga ky atë dhe të dëshpëruar. Gabimi dhe krimi im ju grabiti pronat. Gabimi dhe krimi im ju la të vetmuar dhe të braktisur pa shtetin dhe pa institucionet dhe pa drejtësinë që t'ju shërbejnë. Gabimi dhe krimi im ju vodhën votat. Gabimi dhe krimi im krijuan të gjitha bandat dhe grupet kriminale që sot gëlojnë në Shqipëri. Gabimi dhe krimi im krijoi çetën e oligarkëve dhe çetën e pronarëve të mediave që u shërbejnë atyre që ju i doni kaq fort. Atyre se nuk po guxoj t'u përmend emrat, se kam hall se më turren përsëri njerëzit e mërzitur me gabimet e mia. Njerëzit e mërzitur me gabimet e mia. Ndaj edhe njerë sot do t'i vëj të falur që unë lash që dhe tolerova dhe lejova dhe shkatova në Shqipëri të gjithë diktaturën komuniste nga 1944 dhe deri në 1990. Më falni sinqerisht, më falni që unë guxova dhe lejova që Ramiz Alia dhe Nexhmia Hoxha, që sigurimi i shtetit dhe George Soros i Fondacioni Soros të na caktonin dhe përcaktonin edhe partit politike të pluralizmit, të cilat erdhën dhe u krijuan si biza besnike të nënës Partie Punës së Shqipërisë, por edhe elitën politike, edhe elitën akademike, edhe elitën ekonomike, edhe elitën financiare, madje edhe elitën intelektuale dhe kulturore. Është i gjithë i fajim. Unë i bëra të gjitha këto gjëra, prandaj nuk di t'ju them o njerëz të mirë, ju kam zhgënjur rënd. Dhe pse ju kam zhgënjur? Sepse unë guxova t'ju them se do të kërkoj llogari atyre që pse më shajnë ushtarët, militantët dhe milicit e tyre të vrerit. Pra, pse më shajnë dhe më mallkojnë dhe pse turrin këdo e nga Shqipëria në diasporë për të mbushur çdo rrjet social timin me mallkime, me balt, me nëmje dhe me fjalor vulgar, banal që nuk po të cënon dhe dëmton më vetëm sytë e mi dhe mendjen time, por edhe të atyre që i lexojnë, por edhe të fëmijëve tanë. Mos harroni se vjen një moment që fëmijët tanë rriten dhe sot në kohën e celularëve dhe botës digjitale, fëmijët tanë lexojnë gjithçka. Dhe për hir të tyre, për hir të fëmijëve tanë dhe për hir të brezave që do të vinë, unë guxova të kërkoj llogari atyre lart, të mëdhenjve që ju i doni kaq shumë të dashur shqiptar. Ore, pse nuk i mblidhni milicit, militante dhe virtuarit vrerit, pse nuk i mblidhni? Ose të paktën jepuni porosi që
të kundërshtojnë idetë, jo njerëzit. Që të kritikojnë idetë dhe fjalët, jo njerëzit. Të refuzojnë idetë, jo njerëzit. Të kundërshtojnë, refuzojnë, rrëzojnë idetë dhe fjalët, por jo njerëzit. Mësojni që edhe kur ta bëjnë këtë gjë, edhe kundërshtimin dhe refuzimin, mos ta bëjnë me fjalor pornografik, kamasutrues, por ta bëjnë me fjalor të denjë. Nuk ka nevojë që t'i hyjmë zonave të poshtme në çdo nivel dhe në çdo thellësi dhe lartësi, dhe nuk ka nevojë që zonat e poshtme t'i përdorim për të bërë vizitë imagjinare të gjallëve dhe të vdekurve të dikujt që duam ta shajmë dhe mallkojmë. Mjafton kundërshtia, mjafton mosdakordësia me dinjitet, mjafton kritika me dinjitet, dhe gjua shqipe është shumë e pasur dhe shumë e bukur për ta rrëzuar çdo ide që s'na pëlqen, çdo fjalë dhe koncept që s'na pëlqen, çdo veprim që ne e kundërshtojmë dhe e quajmë të padrejtë. Pra gjua shqipe e ka mundësinë të plot që na jap shërbimin maksimal për me i shpreh të gjitha kundërshtitë tona, refuzimet tona, apo edhe mos pajtimet tona të forta dhe radikale, pa sharje, mallkime, pa pornografi dhe pa gjuhë gjirizesh pornografike dhe kamasutruese. Kaq. Dhe unë guxova dhe u shkruajta udhëheqësve, u bëra video mesazhe udhëheqësve atyre lart, u bëra video mesazhe atyre të pagabueshme, Edi Ramës, Sali Berishës, Flamur Nokës, Taulan Ballës, dhe çuditërisht, njerëzit pa dëgjuar çfarë them unë, lexojnë vetëm titujt, pa dëgjuar asgjë nga ajo që them unë, sepse kjo mund të jetë video e 20 që unë sqaroj të njëjtën gjë, pa pushim. Dhe prap njerëzit dëgjojnë vetëm atë që e kanë paracaktuar në kokën e tyre se kam thënë unë. Pra nuk dëgjojnë atë që them unë, por dëgjojnë atë që u thot mendja e tyre me paracaktim se mund të kem thënë unë. Nuk kam folur as me Ramën, as me Berishën, as me Mulnokën, as për kafe, as për miqësi, as për shoqëni, as për aleancë, as për koalicion, për asgjë. Kam folur që të ndalet gjua e vrerit dhe mlefit. Dhe unë nuk e kuptoj pse do të ketë kaq shumë tërshëllim, zhgënjim, sharje, hedhje poshtë. Nuk e kuptoj, për Zotin nuk e kuptoj. Dhe edhe kjo video e di që do të kaloj e pa dëgjuar. Jam i sigurt që komentet do të jenë të njëjtës natyrë. Secila palë do tentoj që të përdor zonat e poshtme për të imagjinuar se si do të mi ndërzejnë të gjithë poret e trupit tim dhe të gjithë antarët e familjes time të gjallë dhe të vdekur. Por ju lutem, bëni mirësi dhe bëni durim, sinqerisht. Ju a thash edhe dje, bëni mirësi dhe bëni durim. Nëse nuk e kuptoni atë që them unë, nuk është fajim. Dhe mund të bijem dakord që mund të qëndrojmë të ndarë dhe të veçuar pa u kuptuar dhe pa u rryer. Nëse nuk jeni dakord me atë që them unë, ju lutem, bëni durim, paqe dhe mirësi, sepse mund bijem dakord që edhe pa qenë dakord, mund mos urrehemi, mund mos shahemi, mund ju duket qesharake, e pa kuptime, pa vend, broshkullitje, trallisje mendore, simptom psiqike, kjo që bëj unë dhe kjo që them unë. Okej, paqe njerëz, nuk ka problem. Mund të vazhdoni të mendoni të njëjtën gjë, por le të jemi secili i veçuar dhe secili në mendimin dhe botën e vet dhe në kuptimin e vet.
pa e sharë, pa e mallkuar, pa e fyer, pa e lënduar njëri tjetrin. Sepse nëse ta zem është e vërtet çdo sharje e juaja, pra nëse të gjitha etiketimet që u bëni nga mua janë të vërteta, ju çfarë mendoni, se më ndihmoni duke mi thënë? Imagjinoni pak një njeri, pra edhe në atë botën tuaj të sharjes dhe mlefit, imagjinoni një njeri të smur që të gjithë shkojnë dhe e shohin, ore si e mirë, 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 e vdishet. Ta edhe sikur unë realisht të jem i atill si më përshkruani dhe më përkufizoni ju që s'më njihni fare, po duke ma thënë pa pushim dhe duke ma shkruar pa pushim, duket sikur ju keni dëshirë masive që çdo njeri në këtë botë ta bëni plastelin dhe të jepni formën e liksisë e imagjinatës tuaj. Po mbajeni për vete mendimin dhe prisni që koha t'ju flasë. Sepse koha ju a vërteton të gjitha. Nëse ju keni të drejtë për ato të këqijat e mia dhe për ato liksit e mia dhe për ato maskaralliqet dhe poshtërsit e mia, për atë debilizmin, idiotsin, boshsin, kotësin time, nëse keni të drejtë, po lëreni mu se ju a vërteton koha, nuk ka nevojë t'ju a vërtetojnë komentet. Me komente nuk vërtetoni asgjë, me komente vetëm shprazni të gjithë urrejtjen dhe mlefin tuaj për njëri që as ju ka borxh, as ju ka detyrime, as ju kërkon asgjë. Kam 6 vjetë që ju lutem, ore nëse s'ju pëlqen fytyra ime, zëri im, nëse s'ju pëlqen fjalët e mia dhe veprimtaria ime, ju lutem mos më ndiqni, mos më dëgjoni, mos më lexoni. Pra, unë ju kam dhënë atë që quhet pushteti i mos ndjekjes. E keni këtë pushtet dhe unë ju kam rikonfirmuar që e keni të plot të pushtet. Asnjëri nuk po detyroj as të më ndjek, as të më dëgjoj, as të dakordsohet me mua. Por këtu unë jam duke kryer misionin tim si prind dhe si shqiptarist, që nëse ndjej diçka në zemër dhe në mendje që i shërben kombit tim dhe vendit tim, unë duhet ta them me zë të lartë. Dhe këtë gjë jam duke e bërë në rrjetet e mia sociale, më njerëz të mirë, në rrjetet e mia sociale. Nuk jam duke e bërë në mediat që janë me sinjal publik, me licencim publik, pra janë me detyrime publike dhe një pjesë prej tyre mbajnë dhe me taksa publike. Jam në rrjetet e mia sociale, personale. Pra nuk është se ju po i mbanin kurriz postimet e mia. Nuk është se postimet e mia po ju hyjnë dhunshëm në shtëpi. Nuk është se video mesazhet e mia apo shkrimet e mia po ju shqyejnë dyert e mendimit dhe të syve. E keni të lehtë, të gjithë ata që kanë shpikur rrjetet sociale kanë krijuar butonat blok dhe delete. Bloko dhe fshi. Pra, nëse nuk ju pëlqen fytyra ime, mesazhi im, fjalët e mia, ajo që unë bëj, nëse nuk jeni dakord, nëse ju duket kot, e thjesht fare, ju ftoj, ju lutem që të më bëni delete, fshi dhe bloko. Fshi dhe bloko. Sepse unë në rrjetet e mia sociale kam dëshirë të flas me ata njerëz që e mendojnë si unë. A është ky mëkat? A ju bën dëm kjo gjë? A ju a prish shpinë me rusp kjo gjë? A ju a ngre çmimet? A ju a ul rrogën? A ju a ngre inflacionin? A ju a vjedh pronat me mbivendosje dhe falsifikim dokumentash në kadastër? A ju a kërkon 5.000 euro legalizimin? A ju kërkon 6.000 euro vendin e punës? Jo. Kështu që ju lutem, përdorni butonat fshi dhe bloko dhe mos më ndiqni të gjithë ju, por ju lutem, jo më me mlef për hir të brezave dhe të fëmijëve tanë. Ju lutem.